Do ketë një kundër sulm Erion Velia, ka një informacion? Patjetër që do ketë një përgatitje kundër sulmuese dhe do të jetë kryesisht e bazuar. Do demonstroj me çdo kush të kuptojnë shqiptarët, s'kuptojnë gjë. Që ai nuk është detyrimisht i nevojshëm të jetë në burg sepse nuk do të provat, nuk largohet, kanë të pjesa procedurale penale. Ka hapësirë këtu për të thënë që ky prokuror që mua më gjykon ka marrë gruan time në orën 10 natës. Do t'i thotë të gjitha, por këtu qëndron patjetër, por këtu qëndron tani edhe themra e Akilit. Do t'i thotë të bazuara mbi prova, pra mbi dokumente objektive, apo do t'jenë llafet e hedhura në erë për të. Do me thonë nesër krijohet një ide. Lejes së ndërtimit që kanë komunikuar për lejen e ndërtimit. Pra është edhe një provë tjetër. Tani vendimin e apelit e jep nesër për nesër, zoti e ai nesër të rishe dhe jep dispozitivin, pastaj ka 10 ditë kohë për ta dhënë të motivuar. Dispozitivin e nxjerr nesër. Një minutë. Ti, ju më falni, që keni studiu dhe në Rom. Tash ti, e gjithë kjo marrëdhënie midis prokurorit, që ka qenë herë shqiptar, herë greke, herë ka morë emrin, duhet të sqaroje këto, se vetëm njëna palë duhet sqaroka. Tash ti, është njësoj si Beleri, e njëta marrëdhënie. Edhe ky ka shku për një kurs atëherë. Po, pëse mos na vizoni, dali sqaroj njerëzit, për qarë kursi ka shku. Nuk e di këtë, nuk mund të flasim për këtë se ka organe. Ajo është fakt, e ka deklaru vetaj. 3 muj kurs filozofie, njerëzit bëjnë 10 shkollë për filozofi, ky pas ka morë filozofinë e grekve për 3 muj. Mos ka bone kurs ka asfalia ky? Mos ka bone kurs ka asfalia? Po, të një tjetër, që në 93 ka pasur dhe shumë të tjerë që mbrapa u bën gjyqtarë prokuror që mbaruan Itali. Janë boke ke asfalia, kjo se do me diti. Kursët e 93 ka shqiptarët janë boke asfalia. Tash 3 mujor. Tash një minut. Desha të pyes, e gjithë kjo marrëdhënie që është kriju midis Veliajt edhe prokurorit. Don ty, ju, më falni, ju duket një marrëdhënie normale sjellja e prokurorit, pavarësisht ka drejt, s'ka drejt. Agredimi i tij, gjuha e tij, emocionet e tij. Duhet sillet ashtu një prokuror në sallë gjyqit? Në momentin që... Jo, s'ka moment, duhet sillet ashtu apo s'duhet sillet ashtu? Unë nuk e di në cilën pjesë të prokurorit, se prokurori është njeri si gjithë tjerët, prokurori ka dhe ai emocionet e veta, dhe prokurori një sekondë, se në moment që ti në sallë të gjyqit përmend në mënyrë indirekte, intimiduese, banesën dhe ku jeton prokurori, një sekondë se kemi problem. Me çfarë të drejtë ti, kush je ti që shkon dhe përmend adresën?